Murtaja e baktive timta, drejtori i Drejtorisë Rajonale të Veterinarisë Adila Kojdeli deklaron se situata është alarmante dhe kërkon monitorim të vazhdueshëm. Edhe në rajonin Jugor, konkretisht në Vranisht të Vlorës, janë raportuar raste të dyshimta, por analizat laboratorike kanë rezultuar negative. Gjejmë rastin që me anë të medias tuaj të sensibilizojmë fermerët. Siç jeni në dieni, në gjithë Republikën e Shqipërisë është gjendje alerti për prezencën e murtajës ruminantëve të vegjël, deleve dhe dhive. Rastet e para janë shfaqur në Shkodër, Dibër. Më vonë janë hapur vatrat e reja në Skrapar dhe në Devoll. Pra në gjithë Shqipërinë jemi gjendje alerti ku kemi raste të dyshimta dhe në rajonin e Vlorës, në Gjirokastër, në Sarand, në Lushnjë, ku kemi marrë kampione, por për fat deri sot kanë rezultuar negative. Jemi në ndjekje të situatës 24 orë, gjithë trupa veterinare është në terren ku kontrollon për ditë trufat e të imtave mos kanë shenja tipike të kësaj sëmundje, që janë temperatura e lartë, janë rrjedhje nga sytë, nga undët, lezione në pjesën e gojës, diarre akute. Këto janë tabloja e shenjave klinike të kësaj sëmundje që përveç veterinerëve që janë në terren, duhet që edhe në ana e fermerëve, në momentin që i konstatojnë këto shenja, duhet patjetër të njoftojnë veterinerin, ne të jemi sa më shpejt prezent, të bëjmë izolimin e trupës, të marrim kampionet, të çojmë për analizim dhe në raste se do ketë përgjigje pozitive të bëjmë eliminimin e tyre, sepse për momentin për këtë sëmundje nuk ka vaksinë, e vetmja mënyrë është eliminimi atij ku rezulton pozitive. Sipas drejtorit Kojdeli, çdo fermer duhet të tregojë kujdes maksimal gjatë lëvizjes së tufave të baktive. Në rast se bëren shenja klinike të sëmundjes, tufa duhet izolohet menjëherë për të shmangur përhapjen e virusit tek baktitë e tjera. Përhapja e sëmundjes nga Shkodra në Skrapar e bën të domosdoshme rritjen e vëmendjes dhe në rajonet e tjera, përfshirë jugun e vendit. U bëjmë edhe një herë thirrje të gjithë fermerëve që mbashtojnë të imta. Patjetër duhet kufizojnë lëvizjen e baktive në zona të ndryshme, mos t'i mbajnë larg tufat njëri nga tjetri, mos të bëjnë blerje të reja në tufat e tyre, pasi e vetmja mënyrë për të përballuar këtë sëmundje është mos kontakti i kafshëve me kafshë të sëmura. Është duke u bërë hetimi epidemiologjik në rang republike, akoma nuk është se kemi konstatuar nga ka ardhur, janë shfaqur thash për herë të parë në Shkodër, Dibër, Burrel, por shenjat janë që normalisht ajo përhapet me kontakt, derisa nga Shkodra vajti në Skrapar dhe në Korçë do të thotë që jemi të rrezikuar edhe në rajonin tonë për të prekur nga kjo sëmundje. Deri sot janë negative përgjigjet, sot po dërgojmë përsëri në Tiranë, kemi raste të dyshuara në Gjormë dhe në Vranisht, do presim përgjigjet dhe do themi si do reagojmë. Lajmi i mirë te ky rast është që nuk është zoonoz, nuk bën problem për shëndetin publik, nuk ka probleme që të transmetohet nga kafshët e njerëzit. Megjithatë, Drejtoria e Veterinarisë dhe Mbrojtjes së Bimëve siguron se nuk ka asnjë rrezik që kjo sëmundje të transmetohet nga kafsha tek njeriu. Autoritetet veterinare vijojnë monitorimin dhe u bëjnë thirrje fermerëve të bashkëpunojnë për raportimin dhe menaxhimin e rasteve të dyshuara.